Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë të emisionit. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këtë moment dhe gjithashtu mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme e martë, 2 dhjetor 2025. Telefonata përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes vëlla. Mirëmëngjes zotëri. Të përshëndes familjarisht. Faleminderit edhe unë kryesnik. Të përshëndes. Më thuaj. Dhe ke respekte shumë të mëdha janë Ablora. Ua, faleminderit. Jam i nderuar shumë, faleminderit. Rosh, faleminderit. Dëgjoj mua do të them dy fjalë. Urdhë. Dua dhe unë të ndjen çik ato avet e mia, si që nxjerr ai Qazimi, që thot ai Qazimi, ditë për ditë kam qenë në burge, kam bërëshuar ndek këtej. Po unë të mburem qiku të them unë në moshën 23 vjeçe, jam internuar, jam rarur si në Bagdad, gjithë rini e Vlorës, në 83-shin u internua dhe u rrasi në Bagdad, si ka rrahur policia në kohën e Merozës, rinin e Vlorës, nuk e ka rrahur Gjermani. Gjermani nuk ka rrahur. Kurse më mbush dega komplet me gjak u mbush. Jemi rrahur 28 orë të butë rrahur. Më ka vdekur një përparim besi. Përparim besi, para syve më ka vdekur mua. Dhe po të them, unë nuk e them se mburet shumë ai, po unë hallet e mia nuk do t'i tregoj këtu. Me kaq unë them jam elmuar, por plaka ime, nëna ime ka vajtur se bënde do të njeri, ka sharë degën atje, si bur, se larë me gjak e gjithë dega me atë. Në 83-shin ne nuk bërëm që, bëram gomarët, asin gjë s'bëm, po rini e Vlorës, asin gjë nuk bëri. Na kanë rrahur, na kanë bërë të vdekur. Më kanë shkuar në internim në kudës Qeparojit. Po e falenderoj kusin e Qeparojit, se më kanë respektuar të paparë. Edhe dua të flas tani ta lë këtë muhabet. Hajde. Ishte shumë interesant. Faleminderit që ndave me ne. Shëndet. Dua të flas tani, më fal. Po, të dëgjoj. Dua të flas pak, të flas çik për gjendjen ekonomike, po ngrihen çmimet në kulëm. Po nuk din po ti unë tani për viteri njerë do ngrihen çmimet tani, po ngrihen çmimet sikur ne jemi miliardera, o zoti i madh. Nuk e di o ti, kush do bëri dorë të keqen vllai. Kush do bërë dorë me këto çmimet njerë. Paderi me parti, se unë me parti nuk merrem, nuk i dua fare partit. Unë dua të merrem me çmimet, me ditën e ditën të grien në mëngjes, shëndosh e mirë të blej një diçka ta blej, po nuk blen dot të keqen vllai, të lira. Po përshtrëngohet, po sikur që di, po sikur po të vjen keq fare o buridheu. Po çmimet tani për viteri nuk do blesh dot ore. Po do dhe në kulëm ore. Mund këti unë bëj çudi o ti sa qef kanë shqiptarët të ngrihen çmimet ore. I kanë qef shumë. Vdesin për çmime për të ngritur lart. Ka poshi 80.000 leka, një ka posh 80.000, një pul 50.000 leka. Se unë mere me tregti, unë gjerë bukën e gojë, se u qep familjen. Nuk bëj do tregti o vlla. 50.000 leka një pul. Do bëj 100.000 lek, do bëj 100.000 leka ka poshi. Ka poshi se 70.000 është tani. Po shtur, po qa bëjnë, nxjeri na 700 kok, na 800 kok. E së ngopen me para, ore. Po qa, ore, do vem një ditë, do vem të gjithë, do vem në varë, ore. Ore, nuk më kujton se dorojnë të rjetën ata. Dhe kuptoj zotëri dhe të falenderoj shumë edhe për historinë që ndave me ne, po edhe për shqetësimin që ngritë. Nuk është shqetësimin vetëm i juaj, është shqetësim vërtet i shumë qytetarëve, i mira e qindra mira pensionistëve, të cilët për fund vit shtrëngohen për të blerë dhe për të mbushur tavolinën plot. Faleminderit edhe një herë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje zoti gazetar. Mirëmëngjes zotëri. Ti je djalë i mirë, po se jemi edhe ne nga një anë, je djalë i mirë ti. Faleminderit. Kurse ai kolegu jotë është shik më ndryshe, po ti ndryshysha ti ja të shash atë palën tjetër me vetë veshti të ndërhyre korporate bisedën. Të gjithë jemi të mirë këtu. Të flasë une, a i pasendet, bëj komendën mrapa. Mua vjen këte, a i du të dënuar, nuk jam për mos i dënuar, po do dënuar që të këtë besim të popullit të drejtësia
duhet dënoj që të Damir Fazliqi i Porto Romanos. 100 hektar tokë shiti Berisha serbit Fazliqit. Ja shiti 1 euro metër katrorin, pasaj ktheu ja Abreu me çmimin e tregut se i duhesh vendit tonë Porto Roman mua. Beri një tregti të fëlliqur edhe beri para. Edhe kur e kapën e rinas, sa dëshojeni atë dha, Fazliqi se është miku familjes time dha. Pse harrohen këto gjëra? Pse nuk dënohet, pse nuk e dënon ligji Fatmi Mediun, ministri që dogji 26 njerëz në zjarr, ai nuk i dogji vetë, i dogji korrupsionin tia. Korrupsioni ndyrë që deri ai me pasoj vdekjen e 26 njerëzve. Edhe sot nuk gjen drejtësia. Edhe të tërë heqin me nderën, thonë s'kemi gjisht, s'kemi te, s'kemi atë. Po qa bëhet kështu edhe kërkojnë, ore, 10 tanke të shesësh, 10 tanke, ke bërë një tunel si i Llogaras. Po 1200 tanke, sa tunel e Llogaraja do ishin bërë, që shiti Fatmi Mediu dhe Berisha. Me gjitha nuk shiti dhe të Berisha, jo, edhe Pandeli Majko ku që ministër mbrojtje shiti. Ta bin mirë populli shqiptar. A i Pandeli Majko që rrisi hesura shuja, a i du të zhej, ta bin mirë njerëzit. Po që po dënohet krimet, ne po dënojmë krimet e ndërhoxhës që janë që para 50 vjetës, e nuk dënokim do të krimet e Sali Berishës, ka vrarë. Futin gjatë të Shqiprin, ka da Shqiprin në mesë, veri jugë, ngriti veri unë kundër jugut, pruri Kosovarët e Bujar Bokoshit, i veshin polica, kundër Vlorës. Po qa bëhet shue? E qartë. Mirë zotërit, faleminderit për telefonatën. Edhe u të respektoj shumë, një rafë ka përse, më djo. Kur do? Do më djosh? Po. Që t'ja ngreqit prestigjin, ati resortit tuaj, televizionit, mos jeni të një anshëm. Unë s'kam djon je që ky televizion të flasë për bemat e të djafës që ka berë. Vetëm të majtës, nuk duhet jeni, do të tjeni Po janë folur këtu, janë folur kunë, zotëri, po gjithmonë prevalon ngjarja që po ndodh, prevalon flagranca, edhe në drejtësi, edhe kudo, është flagranca që prevalon. Pra, çfarë ndodh aktualisht, jo çfarë ka ndodhur në të shkuarën, më kupton? Më to, këtyre matët i thot patronazista, po atyre djathë që të themi, i dalim për ditë njëti njerës, bile doli një malok, më falë për shprehet. Ja, mirë, mbyllim. Këto ndasit kështu janë absurde, sinqerisht. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesin nderuar e këtë emisioni. Mirë mëngjes, zotëri. Po një pjesë që e vogël, nuk merr me politikë, nuk merr me partish, duhet politika për të rënë me hallet. Harrojnë këta që politika ose që sill hallet. Partitë janë ato që sillin hallet që i vuajmë ne. Kështu që duhet marrë me politikë edhe duhet parë e vërteta. Së dyti, unë dëgjoj shumë të përfolën me Atirena Gjokën në gjyqtare, të përfolën nga doktor Berisha që ose drejtësia jo, e dënuar nga gjykata greke, edhe shiko tani ku ka të ndisë drejtësia jo, me një dënuar, Atirena Gjoka, si pas informacionet Berishës, unë Berishës i besoj, të pak të nuk i besoj, se të gjitha ato që ka thënë Berisha janë të realitet të gjitha pasi dyshim. Edhe rinë në drejtësi. Si spjegot jo, ka të ndisë drejtësia në të formë. Unë shoh dhe gjyqtar që vinë vërdal me atë ballukun, me një hajdute, edhe me patrupsin më të madhe thonë është e pa liqme. Unë për vendën time, tani, kam thënë dhe njëherë tjetër ne nuk kemi budalla, nuk kemi pa ditur, gati mi bërë juristë dhe ne që flasëm telefon. U bëjthirve gjitha gjukatave, që nga konstitucia gjukata e lartë dhe gjitha gjukatat dhe voglet në dhaja, gjithë juristëve që të mblidhen, e ta spallin qeverinë si qeveri mafioze të korruptuar. Qartë, mirë. E mbyllim, faleminderit për telefonatën. Presimi tjetër telefonat në studio, të lëmë hapësirë dhe të tjerëve zotëri që të flasin. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, përshëndetje, urime për emisionin. Përshëndetje zotëri.
Ore, desha të qatë për situatën, nuk e di, shumë e komplikume situata këtu në Shqipëri. O bëm 80 vjetë në shqiptarët nuk po gjejmë drejtësi, nuk po gjejmë rrugën e duhur demokracisë, nuk e di se kush i pengoj shqiptarët në fakt. Kemi që nga 24 që ide flasim shumë, por nuk ka ardhur një klasë pushtuse nga Beogradi. Dhe këta komandojnë Shqipërinë. Ta bëjnë, nuk kanë se si ta bëjnë punë më të mirë, as Beogradi vetëm do ta kishte bërë këtë punë tu në Shqipëri si shpo e bëjnë këta. Po të them shumë e fjatë se po e ndjej peshën e persekucionit që po e bëjt shqiptarve, ignorimi, poshtrimi që i bëjt shqiptarve, ofendimi që i bëjt shqiptarve nga kjo klasë politike, që ka që nga 24 dhe nuk i ndatë këti kombi. Është një të merë pa fund për shqiptarët. Ore duhet të ngrihen intelektualet, nuk du të merrem këtu tash as me parti politike, as gjë. Du të merrem as me komunista, as ballista, as xhokista, as musliman, as katolik. Mirë, është ndërprer linja me zotrin, presim dikë tjetër në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zotri. Qazimi jam unë, nga Lushja. Përshëndetje. Përshëndetje. Tani, unë do më falni për ignorancin, nuk kuptoj një diçka. Urdo. Aty që thot ky Rama, që nuk ka të drejtë ky gjykatësi ta pezulloj këtë nga detyra. Gjykata e posaçme. Tash edhe unë se kuptoj dot, ju mundi bëni një pyetje. Kjo nuk është se është një gjendje normale dhe gjykatësi e pezulloi. Gjykatësi e ka kapur me shkelje dhe ka pezulluar. Ai ç's pezullon një tjetër, një ministër tjetër. O pezulloi pikërisht këtë. Sepse ka kapur me shkelje, qysh. Tash Rama qysh e thot këtë, se unë për këtë kam ignorancinë, se kuptoj dot. Gjykata mbështetet te neni 242 i kodit procedurës penale. Dërsa sipas që lejon aty pezullimin, po sipas kryeministrit Rama, ky është precedent i rrezikshëm sepse mund të rrezikojë dhe atë vetë në një të ardhme apo kushdo që do të jetë në vendin e tij, në rast se prokuroria apo gjykata ka dyshime në të ardhmen. Nuk e di sa ta shpjegova, po ky është argumenti që përdor. Jo, shumë mirë shpjegove ti, po do thënë ati dhe se kemi edhe ca halle me pronat neve, se njelen ata gjykatësi tërë me këta deputetët e s'po vjen halle për do pronat tonë ati i shqyrtojnë pare këta gjykatësi. Të kuptoj. Ju të përshëndes të gjithë. Faleminderit shumë, përshëndes dhe unë. Gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Po, urdhëro. Do të foljer për atë Ballukun unë. Po. Që thot Edi Rama nuk mund të arrestohet ajo thot. Po. Të dëgjoj. Po pse këta si vjedhkën nuk duhet të arrestohen sepse janë në qeveri? Atëherë ato nuk kanë për t'ja datë vjedhë me sa si herë, masa ja këmë da ka 35 vjetë. Edhe pilojnë aty. Të kuptoj. Je qartë, zonjë. Faleminderit për telefonatën, presim dikë tjetër në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Gjithë parafolësit, Po. ata që folën drejt është strëmëri, përshëndes gjithë. Shumë mirë bën. Situata është e tillë. Po. Unë shikoj një super kriminal si Berisha kërkojnë të arrestoj një kriminale. U arrestua Berisha për krimet që ka bërë? Për Florirën e Krapëse, për Gërdece, për 21 janare, për vrasje në Shkodre. Berisha ka një mal me krime brenda. Një mal me krime ka. Një njeri që mbështet Ilirmedë, bella llogariku që është Berisha. Mbështet një krye që janë nxori ai prift janë nxori me dokumenta, janë nxori me video, ja ku e ke sa Ilirmed. Ky vetëm mbrop kriminalit. Një njeri që i doli për përbërje një terroristi si këti Fred Belerit. Një anti-shqiptari ky del për mbrojtje. I del e bëri deputet bilet. Ky e bëri deputet në Europë. Një kriminal, një anti-shqiptar, ka dimitar, që ka djevë flamuri shqiptar. E kuptoni kush është Berisha? Berisha është nëna e krimit në Shqipëri.
Si ka mundësi një komunist një me mendosje, Berisha duhet të arrestohet në vitet 91-92. Dënoi se shoshori doli të shmentar, kaudaisti të shmitarit se shoshori doli të shmentar për 2 trakte që ja kapi në gjep atje, u dënua 25 vjetë. Ishe shoshori, Tiranzi. Ky duhet dënuar në 91-shin. Ne shpresoj të marrim qumësh nga vjetë. Pra Berisha, si mu të besh kohë, më thuaj ka në Europë lindore në i komunist që tjetë bërë demokrat, po ma zure të zoti gazetar, një komunist besh kryetari Partisë Demokratike në Europë, ekziston, është vetë një rast ndodhet në Shqipëri. Kjo është misioni i Beogradit, i Atinës, për të shkatruar demokracinë në Shqipëri. Një armiku jonë, i të vërdjeko politik, i imi personal, është Sali Berisha, nga ka raur në 93, në Gjakosit nga Koka, në Tiranë, me tubo, me... Armiku jonë në Sali Berisha, vjetë të duari politikë se kemi votuar asë njëri. Do njëne nga neve do i spiun, që ka qënë me ndosje vetë ma ta, si Besim Drejgjoni, Simon Miraka, se kanë votuar Sali Berisha. Asë njëri një përkosë politikë nuk e do. I shikoni për sallat, i këtu në vlorë të Bujar Leska, asë njës ka vlorë politikë. Nuk e kështon asë njës vlorë politikë në mbledhje që bëhet. E kupton që apë e si ka mundësi një sekretar partije, komunist, i zjarë që të pushkatot e për Enverozën, e do beshë demokrat. Që këtu u shkatrot e demokracia u shkatrot nëse njësh. Aty që vdekje e demokracisë. Demokracia ka 80 vjetë ka yrë një ditë në Shqipëri. Një ditë. Vdekje transarve të komi liri shqiptarve. Ajde, amin. Mirë pafshim. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes për shëndetje. O Devi, si u këthive? Mirë falemderit. Si jeni juve? Në të bëj një pyetje, po bëna profesionalizmit të. Urdhro. Tani, kur futen punën, merrni punën? Nga kush ndikoni? Nga politika ju, kërcënoni brenda që nuk i jepni gazetën? Po thuaj çik mirë përgjigje. Jo, absolutisht jo. Po si jo? Kollajs të gënjesh një popull thuaj s'ka gazeta. Are, që se s'ke gazetë i ka punë. Si e i pa? I kemi gazetat më zotëri. Po shjerë, kur s'ke i ka puna? Është morali që keni juve në punë. Për çfarë der, për figurat? Po s'po të kuptoj, ku është problemi? Po pse si jep gazetat? U kam ndjekur dhe kam marrë yshem velliun tuaj. Dhe unë të ftoj të marrësh sërish zotëri ta sqarojmë se s'po të kuptoj, sinqerisht nuk po të kuptoj. Po të them, një nga gazetat sot nuk ka mbritur në redaksi, gazeta sot, kjo është vetëm një rast i vetëm. Ma i mund të ketë ndodhur disa muaj, se për disa kohë ne kishim një tjetër politik që jepnim për shkak se do t'nim të jepnim më shumë hapësirë qytetarëve. I lam gazetat ndoshta më pak në ekran për t'i lënë njerëzit më shumë. Ndërkohë tani kemi rikthyer gjithë. Se kuptoj tani. Gjithsesi të ftoj zotërit marrë sërish, kemi edhe pak minuta kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po zotëri. Shumë gabim i ranë që se me gazetën sot. Ata kanë ushqim, ato po s'panë gazetën sot nuk kanë buë edhe. Po nuk është më, se s'është asaj qëllimshme, nuk ka ardhur se nuk ka mbritur. Po qëllim, po tash do t'i lesh pa bukë tani ato ti. Nuk shkon, ka drejt shumë. Ajo është ushqim. Zona as bukë as as drita. Pastaj habite me ca që të shi gjithë panin e salijës të ti dhe pak faj zogut, të dyve djatët, të shi gjithë faj salijës e majturi. Më një mijim tani, edhe pak zogut. Po mirë, pse Ismail Qemalit s'do i lësh? Ismail Qemalit nuk do i lësh, princ Vidit. Panolit që ndojti 6 muaj. Unë i vëmë që i së dhe bërë, të ishe si tip familje që të manë aristokratë, dhe ati mund i vëmë pak fajtë, ma. Jo gjithë salijë të një, të këshiu kam për të njëzët. Kuptova. Faleminderit për telefonatën, përshëndes, të uroj gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Ta shqiptare janë ngritur Sali Berisha. Ore këta mire bëjnë, kanë të drejtë. Po, Sali Berisha ishte mira shtete 2 vjetë ja dorejtjen. Me ta marri këta që ishtin listë të hapur, që kanë e pas nesër. Po, i jam dakord me këta, jo me Sali Berisha. Sali Berisha do të mbrojë tonat e tia, zoti gazetar.
Tu është Alin Mehmeti, është njështë. Ky tjetri që doli nga Burgu, si e ka ky? Ervin Saliani. Ervin Saliani. Edhe tërë që janë aty, atë tërë listët të hapur, i ka votuar populli. Tu që më mirë o Sali, ike, jep dorejtjen, që të marrë rrugë Partia Demokratike, se ndryshe nuk merë, po mos niko ky. A i letri Partia Demokratike, po t'jap dorejtjen nga kryetari Partia Demokratike. Se ka të rinjë që flasin e kanë gojnë kështu. Lishën fare, nuk flasin një orë të vjen një la. Ta që kam dhe një problem tjetër me kryeministin. Ta shi si pas tia, ti lejmë të vjedhin ta ministrat, ti lejmë të vrasin, ti lejmë të pëkcasin, të pëkdasin, e të mos i futin brenda, po që shky liqmë. Ku që pas e këtë liqmë, edhe Komisioni Venecia që thotas, edhe ata nuk e kanë atë liqmë. Vere krim, dhe të nashme le t'jesh ministrë. A i do të mbrojë ato, vjedhet e tia me ballokumen, pandaj i kundërvjet gjykatës. Ligjës liqë për të terore, le t'jetë ministrëve, stërministrëve, kryeministrëve, zoti vetë t'jetë. Që e që mos më meni me Edi Ramën. Edi Rama do t'y brenda me ballokumen të dy, edhe të marrë rrugën ky vend. Faleminderit. Faleminderit dhe ju zotëri për telefonatën, përshëndetje të gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje dhe mëngjes. Mirë mëngjes, zotëri. Unë zdeshëm më folë në fond të drejtën, më boni përshtypje një i Bulgjizaku, ne e kalaja dosë nga është. Sa që ashtë i ndeshëm Saliu. Ashtë i ndeshëm shumë Saliu. Saliu thot nuk vjedhë, nuk bret, nuk bëra si pislek, nuk... Po mirë më zotni... Po mirë më zotni kush... U të thëmë ati zotni... Po ky person që tha që unë nuk e njoftë Baxhanokun, a besohet Saliu? Vetëm kjo, që unë nuk e njoftë Baxhanokun, i ve i kryqë malë Saliut, i ve vile kujë Saliut. A ka burnone që e beso këta, që nuk njifet Baxhanoku, që Baxhanoku për të mire për dike ketë në qoshe, që themi ne, ke nga Shqipëria mesme. Nuk e di që ka las dot. A i taj nuk e respektoj ka Baxhanokun. Unë e respektoj se jërë kushërit, shpirtë mi me kanamajt dhe Baxhanokut jërë kushërit pare. Unë e respektoj atë qoftë i keqja i mi, unë të respektoj atë i Baxhanokut. Kurse Saliu nuk e njef Saliu. Nuk e njef Saliu, jo. Pas që se njef ka Baxhanokut Saliu, a besohet Saliu ma? Edhe i vejnë pikë. Këtu Saliu është një mashtrus, një vrasës, një maskara që nuk e ka shoqin. Mirë papje. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën. Presim i tjetër telefonatën në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, zotëri gazetar. Përshëndetje zotëri. Në linja, mirë. Presim dike tjetër. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes. Po zotëri. Me një si sëratën e më. Po, je drejt për drejt. Më më flasë apo është tjetër kush më? Jo, jeni juve, jeni drejt për drejt, po ju të gjënë gjithë, sy e vesh jemi të ty. Alo, më mëngjes. Mirë mëngjes, zotëri. Më thuaj, je drejt për drejt, zotëri. Në gjavat para folë si në shpa që foli për Sali Berishën. Po. Përsa i përket asaj fjallës që thaj, aja se ka pas Baxhanak dhe se ka njoft kurat njëri. Sepse unë jam bërën si gjithë shkaje. E di gjithë shka dhe s'ka asmija i njëri që ovra atje, e thjeshtë. Dhe Berisha t'i vi nanë është ato që flasin në gjuhë, për është burineshëm. Për këta kam pa gjithë shqiptarët. Më jam shumë i binqëm dhe mund të flasë jashtë studios me gjithë ju. Kështu që njerëzit kanë që i frynë talavas ku i thanë fjallë me fjallë, kështu që. Berisha është njëri i pasër, se ka njohë se ka taku kurat njëri. Ska fëmim, asë gjo. Si tha jenë kushit parë fëmim. Ka nga trua drejt zotëria. Deri me tha që theme. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën. Gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Si kaloni?
Mirë, faleminderit. Urime për emisionin. Faleminderit, urdhëro. Jam ai qytetari që të dhash numrin e telefonit për banesat. Për edhe shtëpi në kombinat. Po. Po si bëhet që s'ka dalë akoma, një pjesë ka dalë, një pjesë jo. Tani me listën e pat listën e përditësuar që nëzorën ata? E pam edhe gazetet që nëzorët juve. Po. Se ishin nga 90, ishin 115. Aha. I pam tamam edhe nuk ekzistonte. Një pjesë ishin. Po interesuat pastaj? Po shkuam atje, nuk dim që këto emër nga ka dhënë bashkia. Jo, do i çoni kërkesë si njësisë aty, njësisë numër 6, si 6 keni ju, kë keni ju? Po 6, po. Po, njësia numër 6, edhe Bashkisë Tiranë, 2 shkresa paralele. Po. Shkruani edhe çojeni qoftë me post, qoftë me email. Po. Që t'ju vi përgjigja për Shkojmë ditur. ke bashkia vogël, kombinatit, na thot ne nuk dim gjë. Po pra. Shkojmë atje këto lista, këto emër na ka sjell bashkia thot. Të kuptoj, po me shkres, a i mban përgjegjësi për atë që të qonë me shkres. Kështu që qoja me post, si njësisë numër 6, si bashkisë. Po. Kërkes për përditësim për situatën tuaj, që në çfarë faze është ndërtimi i objektit. Jo, i kanë mëruar, të gjitha kanë mëruar. Po, marja, shpërndarja e ndërtesave që janë bërë, e njësive që janë bërë. Shpërndarja në çfarë faze është dhe përse ju si individ, me emër mbi emër, nuk e di. me numër personal, pra bëheni të kërkesa këta. Po, kam edhe një gjithë diçka tjetër, se unë jam pensionist, thash atë dite, jam 70 kusur vjeç, 74 vjeç, edhe nuk e kam edhe bashkëtorën. Kur të dash unë të këtëve të shpinë? Të kuptoj. Nga na juaj, nga na juaj. Që kam shpresë më të madhe vetëm nga na juaj. Të kuptoj, zotëri, po fillimisht bëj këto kërkesat që ti kesh, personalisht, dhe të dish kush në çfarë gjendje je. Bëje me shkrim, edhe çoje me post. Mirë, faleminderit shumë, por unë kisha një shpresë të madhe vetëm nga juve. Po në këtë rast, duhet jeni ju më proaktiv, zotëri, ne të shohim çfarë mund të bëjmë, sepse është një proces... Shpresë më të madhe kisha nga ju, dhe kur lexohet gazeta që ishin 115 familje, thash me shpirt, kur të me shpirt nuk duhet gënjej, se jemi njerëz. Me mua është ai me sigur nuk ka lezet gënjej. Thash do shkoj do ta gjej kështu, për juve. Do ta gjej të them hajde të jap një kafe, vetëm për atë që ke bërë thash. Të kuptoj, zotëri, më vjen keq sinqerisht, më vjen shumë keq që nuk pas ka qenë emri juaj. Gjithsesi, bëje këtë kërkesën dhe ne mbetemi në kontakt bashkë. Unë të falenderoj për telefonatën, përshëndes e të uroj gjithë mirat. Shkëputemi për publicitet, pas pak do t'jemi me këshilluesin e mjekësisë holistike, zotin Nikola Andoni.